Vazhdojmë kryen e ushtrimit. Pelingji këtu në parkimin paralel midis mjetëve, shikojmë si do e kryej ushtrimin. Dalimi i parë, timoni drejt, shikojmë pasqyrë shoferit. Kur gome e pasme vjen pranë piketës. Kthehen rrotat djatha si ngrenohet marshjetës mbrapa. Këto quhen veprime në pikë parkimi. Kur mjeti rrotullohet nga e djatha të majt dhe në pasqyrë shoferit tek piketa e mesit, kjo këtu, e mesit ka të gjatë, ndalon mjetin drejto gomat, ky quhet ndalimi i dytë. I treti ec mbrapa vendos gomën e pasme në vit parkimit. Ndalohet mjeti, kthehen rrotat majtës. Këshyren tre pasqyrat, mos të cënohet vinë pa ndërprerje dhe piketës. Kuptohet du të lëvizjesh nga dalë, që dami të jetë sa më i vogël, nëse ndodh gjë. Pastaj të kthej rrotat djatha sfus mjetin kuadrat. Pasi ta drejtoj mjetin, duhet të raportoj. Shumë mirë e keni kryer ushtrimin, bravo, kompliment.